Gazetari dhe moderatori i emisionit Opinion, Blendi Fevziu, ka komentuar nga kufiri Afganistan-Pakistan, ku ndodhet në udhëtim, vendimin e gjykatës kushtetuese për rrëzimin e padisë së kryeministrit Edi Rama në lidhje me pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku. Sipas Fevziut, çështja nuk kishte në qendër pezullimin e Ballukut, por vendosjen e një precedenti kushtetues që i jep të drejtë SPAK-ut t'i kërkojë gjykatës së posaçme pezullimin nga detyrat të ministrave që janë nën hetim. Ai theksoi se nga ky moment, çdo ministër, përfshirë edhe kryeministrin, mund të pezullohet nga gjykata mbi bazën e fakteve që paraqet prokuroria. Vendimi i gjykatës kushtetuese u mor pas 11 orësh diskutime në dhomë këshillimi, ku 8 gjyqtarët u ndanë në mënyrë të barabartë. 4 votuan pro kërkesës së kryeministrit dhe 4 në favor të masës së pezullimit të vendosur nga GKKO. Për shkak se nuk u arrit shumica e kërkuar, kërkesa e kryeministrit u konsiderua e rrëzuar. Gjykata la në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme për pezullimin e Belinda Ballukut nga detyra. Mas e kërkuar nga SPAK, pasi ajo është marrë zyrtarisht e pandehur për shkelje të dyshuara në procedurat e tenderimit për ndërtimin e tunelit të Llogaras me vlerë rreth 190 milionë euro, si dhe për disa procedura të tjera në Unazën e Madhe të Tiranës. Ndërkohë, javën e ardhshme pritet të mblidhet Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për autorizimin e një mase më të rëndë sigurie ndaj Ballukut. Afati për vendimarrjen e kuvendit skadon më 16 mars.